ndodhë nëse ka apliku dikon edhe i ka pas asimetrike, do me thënë njërën mollës e ka pas me volumat madhë, mollës tjetër me volumat vogël, ose tek buza asimetria vrejet shumë, ose varet edhe materiali çfarë e përdor, se ka materiale që janë shumë atë lira, edhe ka materiale se duhet me qenë aplikuesi që e bën punën mirë, po ashtu edhe materiali duhet me qenë i kualitetit duhur për me pas një rezultat të mirë. Ndoshta këto janë disa që mundesh me caktu. Edhe po kthejna tek pyetja që ma bune, a kam refuzu? Jo një, po ndoshta shumë kam refuzu. Edhe për këto ndoshta nihem për këtë pjesë, për shkak se nuk dua asnjëherë, sidomos te vajzat e reja, të cilat nuk kanë kurfar nevoje me apliku, as fillerin dhe sidomos botoksin. E çfarë moshët vijnë vajzat kështu me kërkesa për fillar, botoks? Prej gjitha moshave, prej 17, 18, 19. Negativisht, dyherisht në rast që vijet një fillar ose një botoks i panevojshëm, çka ndikon negativisht te 17 vjeçare tash, çka duhet me ditë pse mos me bëj? Personat që ti ke refuzu për mi trajnu. Për shembull, nëse vjen një vajzë e bukur, unë nuk e di pse duhet mu therr ajo nëse ka një bukuri që ka fal Zoti. Unë mendoj se nëse aplikojmë, unë besoj që ka më duk ajo më mirë. Edhe nëse aplikojmë sasi të vogla, nëse aplikojmë sasi të mëdha, kemi veç me deformu dhe ndoshta më duk më keq, ndoshta edhe s'ka më pëlqy, se këto vajzat e reja ndoshta janë të varura më shumë prej TikTokut, Instagramit, prej vipave, edhe vjen pa kurfar nevojë, edhe shumë shpesh ja bëj pyetjen pse ke ardhur. Pse po don me bë për shembull buzën kur i pas ke perfekt ose mollzat ose rimodelimin e undës. Unë e kom pa filanin, e ka bëu kështu e thash ndoshta edhe mund del më mirë. E ka model më shumë të përmendin kështu na jamër prej fytyrave publike. Davina Zeqirin, Elvana Gjatën, edhe pse Elvana e di që shumicën e pjesëve të fytyrës i ka natyral nëse zgaboj, edhe Dafinën më shumë.